Në kuadër të festimeve për javën e Pashkës Ortodokse, në Katedralen Gjallja e Krishtit në Tiranë, është mbajtur pasditën e kësaj të hëne, shërbesa e dytë e dhëndrit. Gjatë predikimit të fjalës së tij në katedrale, kryepiskopi Joan u tha besimtarëve të pranishëm se kjo shërbesë flet për ardhjen e dytë të Krishtit. Fortlumturia e tij theksoi rëndësinë e veprave të mira në jetën e njerëzit dhe se duhet të bëhen në emër të Zotit. Çfarë do thotë kjo paravoli? Të gjithë etrit e kishës kanë predikuar rreth kësaj paravolie, ka që është shumë e rëndësishme. Virgjëreshat dhe llampat tregojnë shpirtin e njeriu. Gjithë jetën që ka bërë ai njeri. Dhe vaj është punët e mira dhe veprat e mira që kanë bërë njerëzit për ndihmuar të tjerët. Kështu shpjegon Shënia Ngojarti. Gjithë bamirësitë që bëjmë ne duke ndihmuar të tjerët është pikërisht ajo që mbushim llampën tonë me vaj, dhe kur do vi dhëndri, do e kemi të ndezur. Etër të tjerë, po në të njëjtën formë e shpjegojnë për një formë detajuar. Një formë detajuar është nga Shën Serafimi i Sarovit, dhe është shumë për rëndësishëm për të dëgjuar se si e shpjegon ai. Thot padyshim, thot virgjëreshat kanë bërë një virtut të madh, sepse kanë shërbyer vazhdimisht. Por nuk e kanë mbushur llampën me vaj. Dhe kush është ky vaj? Vaj është pikërisht thot fitimi i shpirtit shenjtë. Nëse ne bëjmë vepra të mira, duhet i bëjmë në emër të Krishtit. Dhe citon një nga letrat e Shën Antonit të Madh dërguar murgjve. E thot shumë murgj dhe virgjëresha, e ka fjalën për mugeshat, nuk e kuptojnë që në shpirtin ton janë tre dëshira, tre vullnete. Është vullneti i Perëndis, që është i përsosur, dhe që është shpëtues dhe shpëton shpirtin tonë. Është vullneti ynë, ose dëshira jonë, e cila edhe kur nuk është shkatërruese, nuk mund të na shpëtojë dot. E treta është vullneti dhe dëshira e të ligut, i cili jo do mundohet që mos të bëjnë njerëzit vepra të mira, ose nëse do i bëjnë, nuk do i bëjnë për njerëzit e tjerë, po do i bëjnë që të mburren ata vetë. Kryepiskopi foli edhe për talentet që Zoti i ka dhënë njeriut, ku tha se nuk duhen shpërdoruar, por duhen dyfishuar. Ndër të tjera, fortlumturia e tij u shpreh se çdo njeri e ka garën me veten dhe jo me të tjerët.